si është e mundur që vim sot në një situatë në të cilën kjo akt akuz po pritet me një gjysmëpirje dhe qetësi, dhe çfarë bëhet politikisht nëse ka ndonjë gjë për të bërë ende përpara ditës së verdiktit? Atëherë, nuk është fundi i historisë, jemi vetëm në akt akuz. Është shumë e rëndë. Jam plotësisht dakord me profesor Milon që këtu nuk bëhet fjalë për 4 individ, bëhet fjalë për luftën e ushtrisë çlimtare të Kosovës që solli pavarësinë. Pra do njolloset e gjithë ushtria çlimtare, nuk bëhet fjalë për 4 individ, se janë individ në nivele të larta. Dhe kush mendon që këtu është çështje e individësh, nuk është, dhe që ka mbajtur pozicionet më të larta në shtetin e Kosovës. Atëherë duhet shteti i Kosovës që do marrë një njollë. Pra shqiptarët atëherë do marrin një njollë. Dhe kjo është e padrejtë. Akt akuza është, pra nuk është gjykim, është akt akuz. Janë 4 apo 5 persona nga tribunali kriminal ndërkombëtar që u ngrit për ish Jugosllavinë, gjykata që u ngrit në vitin 93, që funksionoi deri në 2017, që dënoi Karaxhiç, Mladić, Miloševići vdiq gjatë gjykimit. 4 ose 5 persona kanë pas burgim përjetshëm. Të tjerët i kanë dënimet shumë më të lehta se sa kjo akuzë, se sa kërkon prokuroria. Çfarë do të thotë që a mundet të kishin ndodhur krime më të rënda se ndodhën në Bosnjë, ku ka genocid, është e vërtetuar me vendim gjykate që në Bosnjë ka ndodhur genocid. Atëherë si mundet që atje dënimet përveç 4-5 dënimeve që janë me burgim përjetshëm, të tjerët kenë dënime shumë më të lehta se ç'kërkon prokurori në këtë rast. Pra është një moment i rënd për Kosovën dhe për gjithë. Pra po të krahasosh atë që është marrë vendim për genocidin në Bosnjë-Hercegovinë. Çfarë është marrë vendim, se edhe këtu vendimi i gjykatës mund të jetë paprovuar në anën tjetër. Këtu mund të jetë pafajësi vendimi i gjykatës. Që ka diçka. Por nëse mbetemi pra thjesht akt akuza, se gjykatësi shumë mirë shpresojmë do japi drejtësi, do japi pafajësi. Ka dhe drejt në apelimet, janë 3-4 shkallë. Kjo është e para, që është një moment shumë i rënd, a mund të ishte bërë më shumë? Këtu tani ndërhyjnë shumë faktorë. Kur u ngrit gjykata? Nuk është e para gjykatë që ngrihet në këtë formë. E para, mendoj që janë ngritur shumë gjykata tjera në Bosnjë dhe në vende tjera, gjykata që janë hibrid mes ndërkombëtares dhe kombëtares. Pra, kemi gjyqjet e Nurembergut që u bën për krimet e luftës dhe të Tokios, gjykata ndërkombëtare, dhe e para është tribunali që u ngrit në 93-shin për krimet që ndodhen në shpërbërjen e përgjakshme të Jugosllavisë. Dhe pastaj, si plotësimi këtij tribunali ndërkombëtar u krijuar në Bosnjë dhe në Kosovë, këto gjykata që janë një miks. Funksionojnë si të pavarura, por ngrihen me ligj kombëtar. Janë ngritur edhe në Sierra Leone dhe në Kambodxha, ku ka ndodhur krime, ka ndodhur këto modele. A kisha alternativë që mos ngrihej? Jo, sepse do e ngrinte Këshilli i Sigurimit. Ky ishte kërcënimi. Këshilli i Sigurimit do e ngrinte dhe aty është Rusi i kin, më mirë të ngrihet me ligj brendshëm dhe të mbetet europianëve dhe perëndimit. Që në analizën jo në studio, po pas studios, ka nga ata që besojnë që nga frika e tyre se do mbyllej dhe sepse e dinin që për një arsye apo një tjetër do t'i shkurtojë jeta e kësaj gjykate, këta e zgjatën për arsye kretë të tyre, dhe tani unë nuk po i them arsyet që pretendohen se nuk janë objektive, janë subjektive ndoshta, të zgjatën këto procese gjyqësore, duke shkuar me një lloj represioni ndaj palës shqiptare, e cila kishte dashur që mos të ekzistonte. Të qëndron kjo? Pra, ka pasur një tentativë të nisëm nga që gjykata të tilla janë ngritur dhe në Bosnjë, edhe në Kosovë dhe në vende tjera. Tani, kërkesa për ngritjen e gjykatës vjen nga një fushat serbe për të goditur shtetin e Kosovës. Kur u shpat pavarësia e Kosovës, Serbia ndërmori disa hapa. E para ishte diplomatike që me Rusinë dhe Kinën pengonin njëjët ndërkombëtare, që sa më pak shtetet ta njihnin, mos me sparjen në nisma ndërkombëtare. E dyta ishte shkuan në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ku sulmuan pavarësinë e Kosovës që nuk është e bazuar kundër ligjit ndërkombëtar. Dhe e treta është ngritën në Këshillin e Europës, por ishte edhe me një miratim të vendeve kryesore europiane, që ka dyshime të bazuara
që ka ndodhur krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Kosovë. Atëherë kjo ka nevojë për një hetim. Në gjykatën ndërkombëtare Jurozua, se në 2010 në gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e gjeti shpalljen e pavarësisë të bazuar në ligjin ndërkombëtar, jo në shkelje të ligjit ndërkombëtar. Atëherë menjëherë mbas kësaj, Këshilli Asambleja Parlamentare e Kombeve Bashkuara, Asambleja e Kombeve Bashkuara, vendosi që të ketë një proces negociues të ndërmjetësuar nga BE-ja. Kaloi rezolut. Pra negociata Serbi-Kosovë të ndërmjetësuar nga BE-ja. Kur futesh në një proces politik, ti do plotësosh kërkesat e palëve. Serbët duket kërkonin një balancim të atyre që i quanin padrejtësi. Ishin bombarduar, kishin humbur territori që i quanin kombëtare. Gjykata Tribunali Ndërkombëtar kishte dënuar shumicën e atyre të dënuar ishin serb. Ka dënuar rreth 90 serb, gati 30 kroat dhe 1 shqiptar, 1 ose 2 shqiptar. Janë dënuar rreth 10 bosnjak. Ajo gjykat, për shembull, zoti Haradinaj u shpalli pafajshëm, zoti Fatmir Limaj dhe tjerë u shpallën dhe vetëm një dënim kam duket.